A ndihesh sikur koha nuk të mjafton? Gjithmonë ndihesh i zënë ose e zënë, po asnjëherë nuk mundesh me gjetë kohën për me u fokusu në ato gjërat që janë të rëndësishme për ty. Nëse po, kjo video është për ty. Përshëndetje, shpirt i bukur, shpresoj të jesh mirë. Unë jam Rina, unë kam studiu psikologji këtu në Londër, në Queen Mary University, dhe jam e kualifikuar si një coach me The Coaching Academy, që është akademia më e parë dhe më e suksesshme në tërë botën për coaching. Unë punoj me klientët për m'ju ndihmu atyre me shëru të kaluarën, me ndryshu bindjet limituese dhe me kriju jetën që ata vërtet dëshirojnë. Kështu që nëse jeni të ri këtu, bëni subscribe dhe bënu pjesë e kësaj familje. Para se të fillojmë videon, ju ftoj me lënë një koment, diçka motivuese që dikush tjetër që po e shikon këtë video mundet me lexu, shpërndajmë sa më shumë energji pozitive. Në këtë video sot do flasim për mënyra që mund të na ndihmu me menaxhu kohën tonë më mirë. Do i ndaj disa gjëra që më kanë ndihmuar mua dhe që unë i praktikoj çdo ditë për me gjetë kohë për gjithçka që dëshiroj, sepse po është e mundur. Besoj që unë mund të më ndihmu në këtë sepse vetë e kam një djalë që është 18 muaj, punoj full time dhe me klientët, jam instruktore e zumbës, shkoj në palestër, menaxhoj normal shtëpinë time dhe jetën time private dhe mundohem m'ia përkushtu shumicën e kohës time djalit tim. Dhe normal e kam këtë kanal dhe postoj video për ju. Nuk po ju tregoj këto gjëra për me umbur ose me tregu se sa shumë gjëra une mundëm me bo, po është thjesht me ju motivu juve, sepse nëse une mundëm me gjithë kohë me i bo krejt ato gjëra që unë dua, besam që është shumë e mundur për ty. Shpeshherë nuk është arsyeja sepse nuk i ki kohë, po thjesht nuk i ki sistemet që punojnë për ty. Së pari do flasim për menaxhimin e kohës. Ti duhesh ta menaxhosh kohën. Një nga gabimet më të mëdha që mund të bëjmë është të mendojmë se do i mbajmë në mend gjithçka që ne dëshirojmë të bëjmë atë ditë ose atë javë ose atë vit. Kjo nuk funksionon. Çfarë bëj unë është përdori një kalendar, është për gjithë vitin dhe i shënoj të gjitha gjërat. Do më thonë, çdo takim, çdo plan që e kam, çdo pushim, çdo klient, çdo kohë të lirë që e kam, do më thonë, çdo gjë që unë duna me bo është në atë kalendar. Dhe normal, disa gjëra nuk mundesh mi planifiku, nuk mundem mi planifiku të gjitha gjërat në jetën tonë, po te nëse je një person që ki shumë angazhime, ki shumë plane, ki shumë ëndra të mëdhaja, duhesh patjetër me menaxhu kohën tënde dhe mënyra më e lehtë është me kalendar. Në psikologji dihet që truri jon lodhet nga mendimet e vogla. Nëse çdo ditë ne duhet të mendojmë, çfarë të bëj sot, ose të planifikojmë gjërat çdo ditë, kjo është shumë e lodhshme për trurin ton. Truri jon gjithmonë mundohet me gjetë mënyrën më të lehtë, veprimin më të lehtë për gjithçka. Pra nëse ti nuk e planifikon kohën tënde, ke din se çka të pret, në çka duhesh të punosh tash, do të bësh nesër ose kanë do të takosh, ko me qenë shumë e vështirë për ty mi arrit qëllimet e tua. Nuk ke nevojë për më shumë motivim, thjesht ke nevojë për sisteme që punojnë për ty. Nëse ti nuk e planifikon kohën tënde dhe nuk i tregon vetes se në cilën ditë do të shkosh në palestër ose në fitness, në cilën ditë do mësosh, me qenë shumë e vështirë për ty, sepse gjithmonë ka me pas kërkesa, ose nga njerëzit, nga familjarët, ose nga puna, ose në rastin tim, unë jam nën dhe kam djalin tim dhe shpeshherë edhe nëse i planifikoj gjërat, ndoshta duhem me ndryshu diçka sepse nuk e ki të shënume,
mundet me ndodhë që harron, është shumë e lehtë me harru, sepse fokusohemi në gjërat që po ndodhen në atë ditë, në atë moment, dhe harrojmë për ëndrat që i kemi, për qëllimet që janë më të mëdha, që ne duhet me ju kushtu kohë atyre. Edhe diçka tjetër që më ndihmon shumë përveç kalendarit është, po ja tregoj tash se e kam këtu. Ky whiteboard. Çdo ditë unë i shkruaj gjërat që janë të rëndësishme për atë ditë, që të mos i harroj. Çdo ditë i shkruaj në këtë whiteboard, sepse kur të zgjohem në mëngjes, e shoh menjëherë dhe e di që okay, sot unë duna me kry këtë punë ose me bo kët, ose mos me harru me bo kët. Edhe diçka tjetër që ndoshta po shihet këto është vision boardi im. Çdo mëngjes kur të zgjohem, e kam vision board këto në kuzhinën time dhe e shikoj çdo ditë. Sepse truri jon ka nevojë për udhëzim. Ti ndoshta e ke një qëllim ose një ëndër. Nëse ti nuk i shikon ato gjëra çdo ditë, ose në këtë rast vision board, mund të shumë lehtë me harru, ose është shumë lehtë me u fokusu në gjëra që janë të parëndësishme dhe me humb kohën tënde dhe me thonë, okay, hajtë se nesër e bëj këtë, ose ka kohë. Po kjo është e rrezikshme. Truri jon gjithmonë ka qef me na mbajt në komfort, mos me na leju me ndryshu shumë. Po kur ti e sheh vision board çdo ditë, dërdia ose subconscienca jote i merr këto mesazhe dhe ti fillon me vepru si verzioni jot ideal. Në librin Think Like a Monk, Jay Shetty thot që është mirë me bo një audit, në anglisht themi, një auditim të kohës, pyete veten sinqerisht, okay, të bëhemi real tash. Si e shpenzon shumicën e kohës tënde? Nëse ëndra jote është me arrit diçka, po ti e shpenzon gjithë ditën tënde duke shiku filma, duke u relaksu, duke lënë për më vonë, a mendon që realisht që më të vërtet do i arrish ato qëllime? Mënyra se si ti e shpenzon kohën tregon prioritetet e tua. Pra çfarë është prioritet për ty? Të ndihesh mirë në këtë moment apo të veprosh drejt ëndrave të tua? Askush nuk do vjen te ti dhe të thot, hey, zgjohu, ti duhesh të punosh drejt ëndrave tua, pse po e humb krejt ditën tënde në telefon, ose duke shiku filma, ose duke qëndru në atë energjinë negative që je që një javë ose 2 javë, ti duhesh me fillu me ndryshu tash. Edhe diçka tjetër që bëj zakonisht kur të kem kohë, është e pyeti veten, si do e kalon të kohën verzioni im ideal? Ai verzioni që i ka arrit të gjitha ëndrat. Si do vepron ai person? Dhe kjo lidhet edhe me ligjin e tërheqjes, sepse ligji i tërheqjes thot që ne bëhemi ata që jemi, jo ata që dëshirojmë të jemi. Pra, nëse ti dëshiron me qenë një person më aktiv, ose ti dëshiron me fillu një biznes, a mendon që ai person do e humb kohën e vet? A mendon që ai person e planifikon kohën e vet? Nëse ti ki kohë për njerëzit e tjerë, besojmë që ki kohë edhe për veten, vetëm duhet me planifiku kohën tënde më mirë. Shpresoj që kjo video ju ka ndihmu sa do pak. Nëse dëshironi të punoni më shumë me mua dhe nëse dëshironi seansa private, mundeni më kontaktu në emailin time ose në Instagram, të dyjat i lo në descriptions. Shpresoj të kaloni një ditë sa më të bukur, sa më produktive dhe shpresoj të arrini të gjitha qëllimet e juaja. Deri në herën tjetër, miru pafshim dhe kaloni bukur. Tong tong!